Le Louis i 15, Alain Ducasse a l'Hôtel de Paris në Monaco. I vendosur në hotelin e pasur, Hotel de Paris. Ky restorant me 3 yje Michelin nga Alain Ducasse ofron kuzhinë të rafinuar të frymëzuar nga Riviera, në një midis madhështor dhe mbretëror, atë të njohurit për hoteleve më prestigjioz në Monte Carlo. Ducasse është padyshim një nga kuzhinierët më të njohur në botë, me ndikim të madh në skenën e gastronomisë luksoze. Kuzhina e nivelit të lartë dhe të mesëm me referenca të forta për produktet e zonës së Rivierës franceze i kanë siguruar Ducasse plot 3 yje Michelin për një kohë të gjatë. Një ambient i mrekullueshëm dhe i rafinuar, me dekorime luksoze, llampadar kristali, afreske dhe mobilim elegant janë ato që do të gjeni duke vizituar këtë restorant. Lista e gjatë e verrave me mbi 400.000 shishe në kantinë është një nga më të bukurat në botë. Alchemist në Copenhagen, Danimark. Ai ofron një përvojë teatrale dhe avangarde ngrënjeje me deri në 50 mbresa që shkojnë përtek kufive tradicional të kuzhinës, shpesh duke përfshirë rrëfime interaktive historish dhe elemente vizuale. Duke ndërtuar në një ish kantier ndërtimi anjesh dhe duke i dhënë një atmosferë industriale dhe dramatike ambientit, kuzhinieri dhe pronari Rasmus Mank, një personazh i njohur për qasjen e tij avangarde në kuzhinë, ofron një eksperiencë multisensionale të ushqimeve. Ai kombinon kuzhinën e nivelit të lartë me artin, teatrin, teknologjinë dhe shkencën për të krijuar një udhëtim unik për njerëzit. Në vend të pjatave tradicionale, Alchemist shërben rreth 50 receta të ndryshme gjatë vaktit, secila duke treguar një histori, duke ngritur pyetje ose duke provokuar emocione. Një nga veçoritë më të mahnitshme të restorantit është salla e ushqimit me tavan të lartë, në të cilën projektohen imazhe virtuale duke u zhytur në peizazhe të ndryshme dhe skena abstrakte. Alchemist ka marrë 2 yje Michelin që nga viti 2020 dhe vlerësohet si një nga restorantet më inovative dhe ekstravagante në botë. Guy Savoy në Paris të Francës. Restoranti kryesor i kuzhinierit legjendar Guy Savoy ofron kuzhinë klasike franceze, shërbim breslëndës dhe një ambient elegant me pamje nga lumi Sena. Restorantin e tij të parë me të njëjtin emër, Savoy, e themeloi në vitin 1980, me bazë në kuzhinën moderne franceze dhe vëmendje të veçantë në cilësinë e të gjitha shijeve autentike. Savoya njihet për respektin e tij ndaj produktit dhe aftësive për të transformuar ato në kënaqësi të menjëhershme. Ai ka mbajtur 3 yje Michelin për shumë vite, duke treguar karakteristikat e shërbimit të kuzhinës dhe ambientit. Restoranti ndodhet në ambientet elegante të Monaco de Paris dhe salla është dekoruar me motive të artit modern. Shumë prej tyre janë huazuar nga koleksioni François Pinault. Një nga pjatat më të shquara të Guy Savoyt, e cila shpesh konsiderohet si një must try, shërbehet me brioche të shtresëzuar me kërpudha dhe gjalp tartufi. Perse, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Restoranti i njohur i Thomas Keller ofron një menu të përditshme me 9 pjata degustimi, përgatitur me teknika klasike franceze dhe përbërësit më të mirë, shoqëruar me pamje mahnitese të Central Park. Keller është një nga kuzhinierët më të respektuar në Bashkimin Evropian, i njohur për restorantin e tij të dalluar The French Laundry në Kaliforni. Perse ofron një menu degustimi në një ambient elegant dhe të sofistikuar me një atmosferë të qetë dhe të kujdesshme. Vlerësimet për këtë restorant janë nga më të lartat si nga The New York Times, po ashtu edhe nga organizata të tjera të lidhura me kulinarinë. Menuja e degustimit kushton rreth 395 euro për person, pa përfshirë taksat dhe pijet. Ekziston dhe një tarifë shtesë për rezervime në orare të pikut në sallat private për grupe më të mëdha ose për ata që duan më shumë intimitet. Një nga pjatat ikonike të Thomas Kellerit, e cila shpesh herë serviret në Perse, janë ostriket me sabayon dhe haviar. Kecho Arashiyama në Kyoto të Japonisë ofron një përvojë të rafinuar dhe tradicionale kaiseki, ku çdo pjatë është një vepër arti që pasqyron stinët, e shërbyer në një midis të qetë me pamje nga kopshtet japoneze. Arashiyama, një zonë e njohur për bukurinë e saj në Kyoto, e ndërthurur me kaiseki, kuzhinën e lartë japoneze që konsiston në disa pjata të vogla të trajtuara me kujdes të madh, thekson sezonalitetin dhe harmoninë e shijeve, ngjyrave dhe teksturave të ndryshme të ushqimit. Ai konsiderohet
si një nga restorantet më të mira dhe më të shtrenjta në Japoni dhe në botë, duke mbajtur 3 yje Michelin për shumë vite, tregues ky i karakteristikave të kuzhinës, shërbimit dhe ambientit. Restoranti u hap në vitin 1948 në vilën e mëparshme të një tregtari antikuaresh dhe sot drejtohet nga nipi themeluesit, kuzhinieri gjeneratës së tretë Kunio Tokuoka. Arkitektura tradicionale japoneze, dyert rrëshitëse prej letre dhe atmosfera e qetë krijojnë një eksperiencë unike të kulturës vendase. Ginza Kitafuku në Tokyo të Japonisë, i specializuar në ushqimet e detit të cilësisë më të lartë, veçanërisht gaforret e borës dhe të përgatitura në një stil omakas. Ginza është një restorant premium me vetëm 3 dhoma private, duke krijuar një atmosferë intime dhe ekskluzive për klientët, të cilët mund të shijojnë gatimet e zgjedhura teksa përgatiten përpara syve të tyre nga kuzhinieri personal. Gaforret mbahen të gjalla në restorant për të garantuar freskinë maksimale. Menuja është fikse me receta të ndryshme të gaforres, të ziera, të pjekura në skar, sashimi apo shabu-shabu, si dhe pjatat të tjera premium japoneze si fugu apo supon, të ndryshe breshk e but. Shoqërimi zakonisht bëhet me sake, pijen tradicionale dhe tepër të njohur japoneze. Çmimet e menuve fikse variojnë nga 200 deri në 470 euro për person. Për ata që dëshirojnë të eksperimentojnë akoma edhe më shumë specialet e gaforres, mund të provojnë specie të ralla ose ndryshe golden crab. Restaurant de l'Hôtel de Ville në Krysier të Zvicrës është një aktivitet me histori, shumë yje Michelin dhe i njohur për kuzhinën e lartë franceze, shërbimin e shkëlqyer dhe mjedisin elegant në rrethinat e Lozanës. Ai e ka ruajtur këtë ushqim prestigjioz dhe reputacionin që gëzon për dekada, 19 nga 20 pikë në guida të ndryshme. Salla elegante e ngrënies, lista e verërave tepër cilësore dhe gastronomia e balancuar midis tradicionales dhe modernes respekton plotësisht filozofinë e restorantit. Menuja e degustimit fillon nga një çmim rreth 390 euro për person. Në të kanë punuar mjeshtra ndër më të njohurit në botë sa i përket artit të kuzhinës, të cilët vit pas viti kanë trashëguar të njëjtat receta duke i përshtatur ato me sezonet e vitit. Në këtë mënyrë, shija ofron një mënyrë organike dhe pa ndërhyrë në receta. Ekziston një tavolinë e veçantë e kuzhinës ku mund të shihet nga afër puna e ekipit të saj, por rezervimi bëhet veçmas. Kritikët e vlerësojnë këtë restorant si një tempull të gastronomisë me një histori unike dhe një përkushtim të palëkundur ndaj ekselencës kulinarike. Masa në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është restorant minimalist sushi ku shefi i kuzhinës Masa Takayama përgatit një menu të bazuar në përbërësit më të freskët, shpesh tepër të rrallë të ardhur çdo ditë nga Japonia. Masa ndodhet në katin e 4 të Deutsche Bank Center në Columbus Circle në Manhattan të New Yorkut dhe u hap në vitin 2004 nga kuzhinieri i njohur japonez Takayama. Masa ofron vetëm menu të përzgjedhur nga kuzhinieri i cili përgatit vetë vaktet, shpesh duke përfshirë referenca sezonale të zonës dhe produkteve që importohen nga Japonia. Çmimet e menus variojnë rreth 750 deri në 950 euro për person nëse zgjidhni tavolinat, ndërsa Hinoki Experience ose akomodimi në banakun e sushit kushton rreth 950 euro dhe garanton një vend pranë kuzhinierit. Në total, restoranti ka vetëm 26 vende dhe rezervimi duhet të jetë 3 javë përpara. Ultraviolet nga Paul Pirate në Shanghai të Kinës. Ky restorant ekskluziv me një tavolinë për vetëm 10 darkues ofron një eksperiencë ngrënieje komunitare tepër të veçantë, me shumë ndjesi ku dritat, tingujt dhe aromat shoqërojnë një menu me shumë pjata. Ultraviolet është një restorant me një koncept unik të krijuar nga kuzhinieri francez Paul Pirate. Ai ofron një eksperiencë multisensionale të ushqimeve, duke kombinuar kuzhinën avangarde me teknologjinë e lartë. Restoranti ndodhet në një vend sekret në Shanghai dhe klientët takohen në restorantin tjetër të Pirate, Mr. and Mrs. Bond, dhe më pas dërgohen në Ultraviolet me një furgon me xhama të errët. Menuja është një dhe është fikse me rreth 20 pjata e cila ndryshon në mënyrë periodike. Dhoma e ushqimit është minimaliste me mure të bardha dhe pa dekorime. Kjo bën që përdorimi i projektimeve 360 gradëshe në mure dhe në tryezë, si dhe loja me drita, tinguj apo aroma të ndryshme, të krijojë kollaj një atmosferë të personalizuar për çdo klient. Sublimotion në Ibiza të Spanjës.
Shpesh duke qenë në krye të listave ndër më të shtrenjtët, Sublimotion ofron një përvojë kulinarie shumë delikate duke përzier kuzhinën elegante dhe të rafinuar me teknologjinë, artin dhe realitetin virtual. E vendosur në hotelin Hard Rock në Ibiza, restoranti funksionon në formën e një shfaqjeje gastronomike 360 gradë që synon të stimulojë të pesta shqisat. Themeluar nga kuzhinieri i njohur spanjoll Paco Ronquero, i cili mban 2 yje Michelin, Sublimotion aplikon teknikat e gastronomisë molekulare, karakteristikë e gatimit të Roncero. Restoranti mund të mirëpres vetëm 12 të ftuar në natë, të ulur rreth një tavoline të vetme, të përbashkët dhe e gjithë përvoja zgjat afërsisht 3 orë me çmime që variojnë mesatarisht midis 1.500 dhe 2.380 euro për person. Ndër të tjera, Sublimotion ka integruar realitetin virtual duke i lejuar klientët të shijojnë ushqimin e vërtet brenda një mjedisi të pazakont. Sipas përshtypjeve të klientëve, ai përshkruhet si një udhëtim emocional që i transporton darkuesit nëpër ambiente dhe tema të ndryshme kulinarie. Të ftuarit shpesh hyjnë nga një derë e pasme që nuk bie në sy, duke shtuar ndjenjën e misterit dhe ekskluzivitetit.